E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të komentuar pak situatën që po bën një viralitet të madh nëpër të gjitha rrjetet sociale, historia e Eliona Binjakaj. Pikpyetja është e madhe, ka patur reagime nga ana e familjarëve të nënës së saj, konkretisht një djalë i cili u përkufizua sikur të jetë daja i Elionës, që akuzonte Elionën se ka gënyer që babai i saj nuk e ka treguar në fakt të vërtetën që babai i saj ka dhunuar e ka rrahur nënën e kësaj. Do të thënë një akuzë jashtëzakonisht e madhe, edhe pse në fakt në një intervistë Eliona ka thënë që prindërit e mi kanë qenë të divorcuar. Pas deklaratave që u bën nga familjarët e nënës të ndjerë tashmë të Elionës, kanë reaguar familjarët e Elionës në Instagramin e saj duke shprehur shqetësimin dhe duke shprehur atë se çfarë dëshirojnë të thonë rreth kësaj ngjarje. Jo çdo e vërtet thonë i takon publikut, jo çdo dhimbje duhet me ushtru për konsum. Nëse Eliona ka zgjedhur me mbrojt familjen e vet, kjo nuk është gënjeshtër, është dinjitet. Fatkeqësisht, ne si popull shpesh dim me u bë gjykues, përpara se me u bë njerëzor. Thot në këtë postim, me kërku rrëfim më të rënda nuk na bën më të drejtë, na bën më të ftohtë. Askush nuk e ka obligim të rihap plagët për të besuar. Pak empatis na kushton asnjë gjë. Nëse ju kish hi Gjermani krejt shqiptarëve rend në shtëpi, më beso që krejt fëmijët nuk do t'ishin më pranë prindërve. Nëse do t'ju kishte hyrë thot shteti gjerman të gjithë shqiptarëve atje në shtëpi, më besoni që gjithë fëmijët nuk do t'ishin pranë prindërve të tyre. Por le ta pranojmë realitetin dhe çfarë populli jemi vërtet. Dhimbja nuk matet me sa tregohet, disa plak nuk hapen para kamerave, sepse ruhen për të mbijetuar. Me mbrojt familjen është akt dashurie, jo mashtrim. Zhurma jon po i dhëmb njerëzve që veç se kanë humbur shumë. Pak heshtje, pak zemër, aq po kërkohet. Në fakt, ky është reagimi që ka ardhur nga familjarët e Elionës pas lajmeve të mëdha që në fakt u bën me reagimin të dajës së Elionës, por unë pres në fakt edhe një reagim nga daja për të treguar situatën se ka reaguar ai vërtet me Instagram apo është diçka e inskenuar vetëm e vetëm për ta denigruar imazhin e Elionës. Unë jam i mendimit që Eliona le ta thot atë që e ndjen, edhe sikurse të ketë ndodhur një gjë e këtill, e përgëzoj që është një vajzë që dëshiron që ta falën babain e saj, njeriu bën gabime, njeriu vuan nga gabimet e veta, por pse Eliona duhet ta dënon prindërin e saj në këtë situatë që ato e kanë në jetë, që kanë më shumë nevojë për dashurinë e njëri tjetrit se kur.